Ata që përpiqen të edukojnë të tjerët pa edukuar veten. Ai pretendon se atë që bën e bën për hir të Allahut. Ata që krijojnë kërti kur ndodh diçka e keqe. Ata që janë të humbur në realitetin e tyre. A nuk është koha për të zgjuar? Ata që mendojnë se qinët janë angjëj dhe pretendojnë se flasin me angjëj. Ata që rebelojnë kundër Zotit të tyre dhe pretendojnë se flasin me angjëj. Ata që harrojnë se të gjitha krijesat janë të veçanta dhe konsiderojnë veten superior ndaj të tjerëve. Për të qenë të lumtur në jetë para se qithash. Ata që nuk janë të lumtur me veten e tyre. A nuk është koha për të zgjuar? Ata që nuk e vlerësojnë Allahun, i cili të bëri të vlefshëm. Ata që i vlerësojnë, ata që mendojnë vetëm për veten e tyre. Ata që lënë janë bukurinë, marrë mend se dhe vlerësojnë. Ata që mendojnë se janë të bukur. Ata që presin nga gjërat e njerëzit. Për të qenë të lumtur në jetë para se qithash. Ata që nuk janë të lumtur me veten e tyre. A nuk është koha për të zgjuar? A nuk është koha për të zgjuar? Shini çfarë ju thot edhe kur kombinon shkencën me islamin. Kur së pari i besoni vetes dhe edukoheni. Kur fillon të shijosh jetën, kur bashkoheni me një forcë se më një qëllim. A do të ishte dikush më i lumtur se ti? Qenë të lumtur në jetë para se qithash. Ata që nuk janë të lumtur me veten e tyre. A nuk është koha për të zgjuar?